Open your eyes, open your mind. We are the Wings. Wings, if your hand is holding mine, we can fly through space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, we're the smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Open your eyes, open your mind. We are the Wings. It's a magic night. The sky is all blazing. New adventures are calling for us. Join the Wings. We can ride it out. No time for hesitating. Bring color to the world with your imagination. Wings, love, forever and ever. Wings, if your hand is holding mine, we can fly through space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Wings, you magical wings. Among the stars you are wings. A mystical light of fire under the sign of wings. E vetme në mbretërinë e dragonjve, Blumi lufton për mbijetesë. Por fal një dragoj të vogël me emrin Bati, Zana arrin të zbusë zëmrimin e saj. Pasi gjen qetësim, ajo arrin të rifitoj besimin në vetvete nga asgjëja. Hej, një sinjal transmetues nga hapësira. Më duket sikur diçka po kërkon të komunikojë me ne. Nuk arrit ta besoj dot. Ky është transmetim nga dimensioni Omega. Më dëgjon njeri? E gjeta! E gjeta! Tekna është gjallë! Është zëri i saj! Çuna, Tekna është gjallë! Është gjallë? Ajo është në transmetim, po përpiqet të lidhet me ne. Sensori i hapësirës sapo e kapi sinjalin e saj. Ajo e dinte që ne nuk do të ndalim kurrë së kërkuari. Tani nëse nuk e humbas sinjalin, do të kej mundësi të zbulojë nga po transmeton ajo. Jo, ti e humbe? E gjeta, në kohën e dur. Ajo po transmeton nga sektori i brendshëm i dimensionit Omega. Tekna nuk ka vdekur, tani e di me saktësi ku ndodhet ajo. Në një farë mënyrë e ka mundur të mbijetojë vetëm në atë vend të ngrirë dhe të harruar. E po çfarë po presim atëherë? Le të furnizojmë anien dhe shkojmë të shpëtojmë Teknën. Ajo do jetë e lumtur të shikojë përsëri. Po i bëj një telefonat vajzave për t'i lajmëruar. Sa keq që Blumi nuk mund të vi. Ajo është akoma duke u stërvitur në Pyros. Jam i sigurt që vajzat do të jenë shumë të lumtura kur ta marrin vesh për Teknën. Thuajo të fillojnë të bëjnë gjërat gati. Do të nisemi në agim. Alo? Tekna është gjallë! Kam shumë qejf të qëndroj zgjuar në atë, sepse atëherë bëhen zbulimet më interesante. Yni, Shpresoj të kesh një arsye të fortë që na zgjove, Valtar. kam një arsye të mrekullueshme. Tekna arriti të dërgonte një mesazh në shatërvanin e kuq nga dimensioni Omega. Është e pamundur. Unë nuk do të shqetësohesha, zonjusha. Mundësia e tyre për të shpëtuar është pothuajse zero. Asnjë nuk del kurrë nga dimensioni Omega. Ashtu si askush nuk del kurrë nga ishulli i Pyros. E çfarë lidhje ka Pyros këtu? Blum ka shkuar aty për të përforcuar fuqitë e saj. Ishulli i dragojnëve është një vend i rrezikshëm. Diçka e tmerrshme mund t'i ndodhë asaj atje. Me fjalë të tjera, ti do që ne të shkojmë, të kontrollojmë dhe të sigurohemi që t'i ndodh diçka.
Përse nuk do të vish edhe ti me ne? Kodatorta më kërkoi mua dhe Riven që të qëndrojmë në shatërvanin e kuq. Po, e gjithë shkolla është në gjendje alarmi për shkak të valtorit. Nëse shumë nga ne shkojnë në këtë mision, shatërvani kuq mund të cënohet lehtë. Kështu që unë dhe Riven do të qëndrojmë në krye të detyrës në rast se shkolla sulmohet. Jemi gati, Stella. Ty po të presim. Erdha Timi, le të nisemi. Mirupafshim, Stella. Shihemi. Nxitoni, mezi po presim që ta shohin Teknën. Vajzat janë gati për të nisur. Shumë falinderit që më burën ndjeni, Griselda. Ti e di, edhe pse rreziku është I madh, nuk mendoj se do të ishte e drejtë ndaloja. E di, është fati I tyre të shkojnë të shpëtojnë shoqen e tyre. Kam besim që do t'ja dalin ban. Mund t'ja dal ban, mund t'ja dal. E di që mund t'ja dal. Dhe do ta bëj pa përdorur magji. Forca mbyll, tregoju kush je. Jam e sigurt. Kjo nuk do të jetë e lehtë, apo jo, Brandon? Më fal, unë thash që do të jetë një mision I vështirë, apo jo, Brandon? O, më fal, po mendoja për diçka tjetër. E kisha mendjen për Skyen. Ai donte t'i kërkonte falje Blumit për atë çfarë ndodhi në Iraklion. Por kur u kthyem ne, ajo ishte nisur për në Pyros. Ai e urren veten që e ka lënduar kaq shumë atë. Edhe pse ai s'ka qenë vetvetja kur ndodhi, sepse ishte nën efektin e asaj magjisë. Jam I sigurt që gjithçka do të kthehet në normalitet sapo Blumi të kthehet nga trajnimi I saj në Pyros. Po kështu shpresoj dhe unë. Ej, kapitan, edhe sa duam që të mbërrim në dimensionin Omega? Ja, po thuaj se arritëm, Stella. Si ndihesh, Timi? Jam mirë, sepse tani unë kam shpresë. Ky ishull po bëhet gjithmonë më I padurueshëm. Kam kaluar shumë pengesa deri tani dhe sa të tjera do të më duhet të kaloj akoma. Oh, jam e lodhur. Një tërmet. E po të paktën këtu nuk mungon variacioni. Nuk duroj dot më. Të shpëtova në kohën e dur, vajz. Pije, do të ndjesh më mirë. Faleminderit. Emri im është Maja dhe unë jetoj këtu, ku shumë pak krijesa guxojnë të vinë. Unë quhem Blum dhe kam ardhur nga dimensioni magjik. Si ke ardhur, Blum? Po përpiqem të bëhem më e fuqishme. Prandaj erdha në Pyros. Drejtoresha e shkollës sime mendoi se mund të mësoja diçka nga dragonjt dhe në fakt deri tani unë thjesht kam luftuar për të mbijetuar. Nuk di si ta bëj gjithë këtë gjë.
Nëse do të bëhesh më e fuqishme, duhet të hapësh zemrën dhe mendjen tënde. Valtori është arsyeja pse unë dua të bëhem më e fuqishme. Ai po vjedh magjinë të gjitha mbretërive. Ai ka qëllime të këqija dhe duhet të gjejë një mënyrë për ta ndaluar para se të jetë shumë vonë. Kështu pra, tani di gjithçka rreth meje. Qëllimet e tua janë shumë fisnike. Meqense mbretëria nga unë vi nuk ekziston më tani, nuk ka asnjë mundësi që unë të arrij fuqitë mia magjike. Por unë duhet të fitoj fuqi dhe guxim. Ti tashmë je fuqishme dhe guximshme dhe magjia jote është shumë e fuqishme. Inati yt është shumë i madh. Gjithashtu dhe energjia jote pozitive. Unë mund të të ndihmoj nëse dëshiron. A i dini në këtë moment unë do të kisha vërtet nevojë për pak ndihmë. Duhet të mësosh të përqendrohesh në pjesën tënde të brendshme. Ti tashmë e ke gjithçka të nevojitet. Jaku arritën. Mua s'pëlqen fare ky vend. Forca të përpiqemi ta gjejmë Tekna sa më shpejt të jetë e mundur. Jaku e ke, Jaku është marrësi i lëvizshëm timi. Faleminderit Elia. Kjo gjëja duhet të na tregoj saktësisht ku është Tekna. Vetëm nëse Mos u shqetëso Timi, gjithçka do të shkojë shumë mirë. Ke për ta parë. Jo keq. Arritë të kontrollosh të gjithë energjinë tënde dhe ta përqendrosh atë në një pikë të vetme. Unë nuk mendoja se do t'isha e aftë ta bëja. Ti po hy në kontakt me pjesën tënde të brendshme. Prandaj fuqitë e tua po bëhen kaq shumë të fuqishme. Kjo ishte një provë e vështirë dhe ti e kalove shumë mirë. Jaku është, e gjeta. Jaku është sinjali. Është identik me atë që kapa në shatërvanin e kuq. Duhet të jetë nga Tekna. Je i sigurt Timi? Unë e ruajta këtu sinjalin origjinal dhe lokalizuesi e gjeti përsëri. Drejtohu drejt veriut, Brandon. Këtu që nga shumë ftohtë. Unë do të thosha një vendas pak mikpritës. Vëbas që dhe ata janë dakord. Me sa duket kështu përfundon kur je i burgosur në dimensionin Omega, i mbyllur përgjithmonë në një blok akulli. E gjeta! E ndjej! Tekna është këtu afër. Në rregull, e gjeta! Ky është transmetuesi që Tekna ka përdorur, por ajo ku duhet të jetë tani? Tani do të kalojmë në një nivel më të vështirë trajnimi, që do të thotë që nëse dështon, nuk e mundësi mbijetese. Je gati për këtë sfidë, Blum? Gati! Tani, Blum, mbrapa teje. Shkëlqyshëm, veprove shumë mirë. Aftësitë tua janë përmirësuar shumë në kaq pak kohë. Magjia jote është e përqendruar dhe ti je aftë të kontrollosh frikën tënde. Fuqitë tua kanë arritur në një nivel të ri sofistikimi. Vërtet janë përmirësuar kaq shumë? O, ti mund të mos ta kuptosh, por unë e shikoj. Ti je pothuajse gati të kthehesh në dimensionin magjik. Oh, dimensioni magjik. Mezi pres të shikoj përsëri shoqjet e mia. Më ka marrë malli shumë për ato.
Dua me të vërtet të kthehem në shtëpi, por e di që kam akoma shumë për të mësuar këtu. Ky vend është si një labirinth. Ta gjejmë tek në këtu ka për të qenë më e vështirë nga sa e mendoja. E po, ndërkohë që flasim, duket sikur dikush tjetër na ka gjetur ne. Ata e vendosën transmetuesin këtu për të na zënë në kurth. Kush jeni ju? Dhe çfarë po bëni në dimensionin Omega? Dukeni shumë simpatik për një vend të tillë. Ne po përpiqemi të gjejmë shoqen ton, vajzën që kishte këtë transmetues. Na thuhet çfarë keni bërë asaj? Merre shtruar Timi. Këta tipa duken shumë problematik. Ej, qetëso, shoku. Pse mos jemi shok më mirë? Enchanting! Oh, enchanting! Magical powder! Magical power! Enchanting! Power to find me! Powerful! Magical! Wonderful! Dimension! Powerful! Enchanting! Incredible vision! Incredible power of wings! Enchanting! Sulme valzanore! Unë them ta ngru pak ambientin. Sulmi me rejse dielli! Transformim Enchantix! Kjo do t'i ngadalsoj. Jo! Forca, ti japim fund. Në rregull, tani erdhi momenti që t'i mundim. Le t'ua lehtësojmë pak ngarkesën. Musku, shkoa më e mirë për ty për të provuar një nga momentet më të bukura në jetë. Kjo shishe përmban esencën magjike të Pyrosit. Esencën magjike të Pyrosit? Po, çdo vend magjik ka esencën e tij të mrekullueshme dhe të veçantë, dhe jo vetëm çdo vend magjik, Blum, por dhe çdo krijes. Duke të përfshirë edhe ty. E shikon, Blum, ashtu si dhe Pyrosi, ti karakterizohesh nga përzierja jote magjike, e cila ndodhet brenda teje. Tani ajo që ti duhet të bësh është të lejosh esencën tënde magjike dhe atë të Pyrosit të veprojnë së bashku si një e vetme. Duhet të bashkoj esencën time me atë të Pyrosit, ë? Por si ta bëj unë këtë gjë? Unë thjesht mund të ndihmoj e të drejtoj. Është detyra jote që të bëhesh njësh me fuqinë e ishullit. Kemi një orë që po fluturojmë. E sigur që Blumi është këtu? Do ta gjejmë shumë shpejt. Ha? Darcy, çfarë ke? Blumi është afër nesh. A je gati, Blum? Po, jam. Shumë mirë, Blum. Ti tani po mban brenda teje magjinë e dragojve të Pyrosit. Çfarë po ndodh këtu? Blum! Çfarë është ajo? Më vjen keq, nuk lejojnë vizita në Pyros.
Me sa shikoj nuk qenë ke dhe që fuqishme, Ajse. Mbrapa te e Blum. Blumi që ka bërë më e fort. Sa më e fort mendon se është, aq më shumë do të kënaqemi duke shkatëruar. Ju nuk do të shkatërroni asnjë. Para se të ta zgjisojmë, Valtori të dërgon të fala. Valtori. Valtori nuk do të fitoj kur. Enchanted, magical powder, maximum power. Enchanted, power to hurt me, powerful, magical, wonderful, dimension, powerful, enchanted, incredible vision, incredible power of wings. Do të na e paguash këtë, Blum. Fuqit magjike. Unë ja dola mban, nuk arrita besoj, fitova fuqitë mia magjike. E gjithë energjia që ti zotron u përqëndrua e gjitha në një moment. Kjo i liroi fuqitë tua magjike. Mund t'i ndodh vetëm dikujt që zotron zjarin dragojan brenda vetes. Kur ti erdhe në fillim në Pyros, ti kërkoje përgjigje, kërkoje forcë. Ka kaluar shumë kohë që atëherë. Ti gjete vetveten Blum. Asgjë do të jetë si më parë. Dhe tani unë jam gati të kthehem në Alfea dhe sigurisht të takoj miqtë e mi. Blumi arriti fuqitë e saj magjike Enchantix. Tani ajo është gati të kthehet në Alfea, por shoqet e saj s'do të jenë atje duke e pritur, sepse Wingsat janë burgosur në thellësitë e akuta të dimensionit Omega. If you're a Winx, there's a place for you.